Pyesim edhe pse. Mirëpres në studio Majlinda Cikaçin. Po ku je o i bleron? Mirëmbrëma. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe zemër. A ju mirë? Knaqësime të edhe Gjithashtu, gjithashtu edhe mu. Nuk po m'vjen mirë që jemi po shihemi veç për emision, po. Hajde do shumë për ato ju. U knaqëm Arbër, u knaqëm pra paskene dhe na se të ndëgjësh apo duke thonë që ishim të këndu prapa kamerave dhe ne gjithashtu. Okej, bukuri. Prap, ja pas këm qëllu Arbër, kështu që si këngë sot për shkruan. Me mendje. Si të ka, mirë je? Mirë. Po dukesh e freskët? Ja, me thonë të drejten, kom pushu pak prej asoj tensionit të madhë të festave të fund vite. Gripi, po shqyqyr zotit, kaloj pak, apo? Dashka pak, po. Jemi ofër e besoj që nuk ta transmetoj, po e marim vetën, Ka dalë. Ishe me pushime, të kom përcjell postime, si për herë që bëj, edhe të mora lakmime të ndrejtën, se përpos vendit, koha me njerëzit, me familjen është tejet e qmume dhe nga njëherë kur shoh postime tilla pak e vën faj vetën, po puna është dinamika e punës është me të vërtet e vështirë, se unë deri vitin e kalum nuk kam qenë në punë me orar. E prej vitit kalum prej majit jam edhe në punë në ensemble edhe është pak e vështirë me thonë drejtën me gjetë kohë se nuk e ke ma hapësirën edhe ja din vlerën asë e kohës kur ke pas pak ma shumë kohë. Po çka me bo? Qish e kalut? Ishit komplet, apo veç prindrit? Kam qenë me motrën, me prindrit, djali Agjës në karë prej Amerikës, edhe i ka qenë me neve, edhe me Agjën edhe me grupës. Familje do me thonë, po arditi nuk nërë. A është fështirë me u mbledh të gjithë bashkë, kështu se se cili, kur të kthehesh, mandej, se cili ka obligimet e veta. Po për qatë arsye, dikush pak ma fështirë, dikush pak ma me lecimir, po mundohemi atë kohën e shku që pe kemi me kalu bashkë. Edhe kësa herë shqyqyr që u kom me qenë së bashko. Pra pushime tipik dimrore, ishit në Bullgarinë, mos ka pohem, a? Je me skimin mirë, që shëndran? Nuk jam fare mirë. Asun, po, thashë, unë kom qenë për shumë vende malore, po pas Kam qenë edhe vitin e kalum njëjtin vend, edhe si vjetë, edhe 2 vitet kam qenë të mendu, të filloj mu mësu ajo edhe kësa herë të shtaj. Edhe kësa herë, po pëse dihet, gjithmonë mundet të pas sezone në opcion tjetër. Se kam qef, sështë që s'kam qef mirë, për pak frika, pak për tesa, me thonë drejtën se kisha dëshirë dhe ma shumë me pushu, me shiju bashkë kështu pushimin, e jo me u mundu shumë, me bajt skia, mësu, mërzu. E di, ta kuptoj, njëjtë e kam edhe unë këtë frikën. Majlinda, po më thonë që diçka kemi të lash me mikrofonin tënë, të ta regullojme kemi teknikun këtu, po Arbër, a na sjell diçka të shkurt me që të kemi këtu, derisa ta regulloj mikrofonin? Innocent shine when she's gone, only darkness every day. Innocent shine when she's gone, and this time she no home. Many times she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's good to see. Innocent shine when she's gone, and this always gone along anytime she goes away. Faleminderit Arbër. E ndrume dhe mikrofoni, për shpresoj që jemi mirë që tash. Mësyshi oj Majlind, se edhe s'ke dalë mati në intervjista. S'kom dalë, e vërtet. Po bleron me thonë drejtën kur nuk po ki me tregu një projekt ose diçka të re që ke punu. Po ndjen vetën si kur po sëritesh? Po pak si shumë me thonë drejtën. Edhe për atë arsye se pak edhe jënë po bajat me thonë drejtën të i thonë sanë edhe njëta. E për atë arsye po pres, mirë po aq keq u ndjeva që s'mujta dhe po ta dëshirë me thonë drejtën me qenë emision vitit 3, mirë po nuk mujta me qenë.
edhe thash gjithsesi kësaj here do t'jem aty. Bukur, edhe më vjen mirë se viti i ri vjen shumë shpejt, sidomos në këtë dinamikën çfarë po e kalojmë, shumë shpejt ko me ta bu prap ftesën për program viti i ri. Kismet me shumë dëshirë, gjithmonë. Edhe pse intervistat të ralla, për shkak që fokusin e ke sa herë të ke diçka të re, po në fakt publiku për gjithë personazhet publike gjithmonë e ka atë kurreshtjen me ditë halo ma tepër për te muzikës, sidomos. E vërtet. Ti, a je prej atyre natyrave që je gatshme me ndo? Normalisht, jo 100%, se sigurisht se cilje ka atë anën e vetë private që donë me rujt edhe respektojmë gjithësi, po sa je gatshme me qenë ka që hapun edhe në postime, si me thonë, je bukur e rezervume në gjanat personale. është Bleron me thonë të drejten, unë kam dëshirë shumë që jetën private me mbajt private. Unë e di që kurreshtja gjithmonë e publikut është se ajo publikja shihet gjithkohë, nuk ka nevoj me folë shumë për gjanat që shihen. Mirë po nuk e di, kam dëshirë shumë që jeta private me qenë e imja private, jo me nda shumë. Edhe mirë e the se mundona shumë me qenë e rezervume në ato se që ka ndoj me... E kam vrejt. Se që ka ndoj me publikun. Unë i respektoj të dyja palet, edhe ata që zgjedhin me i folë prej gjanat. Se cili ka mënyrat e veta. Ka të drejten e vetë me zgjedh si të doj. Po unë sot ku me tentu pak me nxjerr ma tepër prej te, për shembull nisër prej, kush nuk ka dëshirë me folë prej nga vjenë, prej ardhjes edhe kujtimet e një kuhe kur edhe është jetu ndryshe, edhe ne si vend kemi qenë ndryshe, po për të keq edhe si shoqni kemi qenë ndryshe. Pra, ndryshimi i viteve e ka bo edhe që të transformimin e shoqnis, mënyrën e perceptumit gjanave. Ti vjen prej Suharekës. A vazhdon të kesh antarë familjes atje, sa e shpesht je, sa e rregull tje me... Unë faktikisht jam të jetu në Suharek për momentin. Je atje për momentin, okej, pas a mendu që je ardhur Prishtinë. Jo, jam këto edhe gjithë familjen e kam atje. Mirë po tash, po besoj që së shpejti do t'jem tash më rezidente kështu në Prishtinë, se edhe shkaku i punës, po vjen pak vështirë me thonë drejten me udhëtu, edhe këtu trafiku i të mërshëm që është në Prishtinë. Vështirë me marë hapin me udhëtu, e vërtet. Edhe unë kam kujtime shumë të bukra, si të fëmiri, si të jetës teme, normalisht që në studime, unë 5 apo 6 vite kam jetu këto, mirë po vazhdimisht nuk ka mundësi unë me i kalu 2 javë, mos me shku unë çdo vikend jam shpe. Qëse se menzis 5 me shku të shpia, po është prindrit, është familje, motra, vllau, arditi s'ka qenë asë njerë me jetu në Prishtinë për shembull, edhe bashkë me Dejan, adin gjithë shka më tërhek, se di, kemi raportet ashtu me familje që nuk kam dëshirë me të qëndru... Të lidhën. Me të qëndru shumë jetoni ende në atë shtëpinë e fëmirisë, po them, që aty ku ti ndoshta ke ma shumë kujtime edhe kur ishe disa cepet shpis, të kujtohet vetja. Jo, edhe me thonë të drejtën, mbram këm po andër në shpinë e vjetër, edhe gjdo herë kur shoh ondra, shoh veç shpit vjetër. Në shpinë tonë 3 nuk shoh asë një herë ondra. Dhe është shumë e qëdeshme, kam shumë mal edhe nostalgji për atë shpi ku jam rritë dhe ku kemi najtë si fëmi. Mirë po, normalisht që ndryshime do të me ardhë njëtë dhe se cili... Sigurisht. Edhe shqyqër zotit janë ndryshime të mira, nuk janë të këshia. A keni qenë për herë ka shtlidhun ju fëmijët me zvete? Shumë. Edhe me fëmijët e Agjës, se 3 jemi na 3 janë ata, edhe shumë, gjithë shka kemi bo bashkë, gjithë shka kemi nda bashkë, ku kemi shku bashkë, edhe halo vazhdon me qenë ajo raport. Edhe sot e kësaj dite, na gjithë shka kur vinë ata, se të 3 jetojnë Amerikë fëmijët e Agjës, na jemi në Kosovë, edhe sa herë vinë gjithë shka që bojnë edhe ata, do të me qenë gjithë se si e lidhur me neve. Familjet e tila, ku mës me dasht me shku mande edhe me uthirë me njëri tjetërin. Ti e madhja? Jo, motra e më është madhe. Motra është me madhe, okej. Krejt e kanë qëtë. Mesi artë pra i familjes, të fëmijët, ajo që ruan balancin. Unë kam qenë gjithmonë ajo që e kam rujt balancin. Adelina me arditin kam pos më shumë kështë fidja me zvete. Unë kam qenë ashtu të i shiku kështu kështë. Kështë jam e që ditur me juve për cilën të aja. Pse s'poriteni, pse po bëni këso me prime. Në adolescencë, në shkollë të mesme, a ke pas në i fazë të fillimit shu të rebelimit nga pak, ose të
Adoleshenca ajo faza kur nis me hulumtu pak veten, çush e ke përjetu? Po, nuk ka njeri, nuk besoj që kalon, nuk ka njeri që nuk kalon në për atë fazë. Kjo ka qenë bile fundi shkollës mesme. E bukur... Fotografia e fundit në shkollë të mesme. Normal që ajo ku ka qenë, do shta fundi shkollës fillore dhe fillimi shkollës mesme, që nuk e kom dit as vetë se ku qëndroj. Fati ka qenë edhe për shkollë, në klasë 9, unë e më përfundim të klasës 9, unë nuk kam qenë me pikpytje se po du me shku në gjimnase, kam qëndru mirë edhe me mësime, po mendoj edhe me lanë shkencore. Përse je ku kështu dhe fokusu me veç në artin muzik? Jo, edhe fati ka qenë e kemi pas një lloj projektit, them workshop, me një grup gjerman që kanë ardhur cuarik prej Gjermanisë, edhe ka qenë një solo këngëtare, një këngëtare operash, edhe kër më kanë dëgju të kënu, ka thonë ti gjithsesi do shme shku në shkollë muzikë. Edhe aty kam thonë, okej, pra më si dikush që din diçka ma shumë, po më thotë që do na mu drejtu. Edhe kam zgjedhur me shku në shkollë muzikës, edhe tu e pas vetën qef, ashtu, si se cila vajzë besoj. E vërtet, në atë fazë. Nuk do isha me këndu muzikë popullore, më duke vetja kishe, adin unë jam pak me mirë, nuk ja kam ditë vlerën atë shumë muzikës tonë në atë ko, edhe kjo ka qenë një farë fatin e një farë mënyre, se jam po shumë e gjithanshme, mandej. Jam rritë me muzikë popullore, gjithse se më kam betë në vesh edhe... Nga të ka puru që kjo që s'ke dasht me këndu, a ka qenë rrethi, a ki po sy para gjykus që... Faktikisht jo, nuk është se po veç unë me synin temi, kom po këngëtare që kanë këndu pop, R&B, i kom po si ma naltë se këngëtare që kanë këndu muzikë popullore, gjë që sot te unë nuk qëndron as pak, se jam e dashuroj muzikën tonë popullore me gjithë zemrën, edhe është muzika ma e mirë në botë për mu. E sidomos kër e këndon te, unë knaq nga krejt. Në foto, i kemi prindrit. Po. Për çka më së shumti, se normalisht, unë e di që duke pas këtë raport ka shlidhur një si familje edhe ti si vajzë, edhe duke të njoft sa njihemi si natyrë, një shumë mirë njohse, po për çka më së shumti ju falenderohesh këtyre dy njerëzve të respektuar? Asnjëherë nuk më kanë vendos barjera në rrugën që kom zgjedh, edhe kanë qenë jashtëzakonisht përkrahës gjithmonë. Kritikat kanë qenë gjithmonë me vend, mirë po edhe këshillat kanë qenë, si çdo prind besoj për fëmijën e vet. As nuk më kanë shty në një rrugë ku unë nuk kom dashur me shku, gjithmonë ma kanë lënë zgjedhjen në dorën time. Që edhe nëse bën gabime në një farë mënyre, është gabimi yt, nuk është diçka që ta ka imponu dikush, ose edhe jam jashtëzakonisht falenderuese që kanë qenë shumë përkrahas në çdo vendim. A ke pas në një fazë të jetës tënde kur je ndje bërzhlike ndaj tyre, edhe e ke në mendje ato i sheh, si tani për shembull, edhe thu kur s'ko me mujt me ua kthy? Po unë tash se cili fëmijë besoj që ka raportet mira me prindë e mendon këtë gjë. Sa do që mundohesh, e din që s'mundesh me i dalë borxhet asnjëherë. As mamit as babit. Si kush je më shumë? Pa i fizik, disa më thonë që jam si babi, disa më thonë që jam si mami, as si karakter. Nervozën duket ja u ku marrë të dëve, kështu, se jam pak temperamente si person. Ka marrë pak prej të dëve, besoj. Më duket mu, nuk e di. Këtë nervozën e ke të shpesht? E kam. Të shpesht, po që ka lënë shpejt, po ashtu besoj. Shumë, jam shumë temperamente edhe me njëherë shumë pendohem edhe mundohem me këthy, po, a ke po. Edhe po mundohem me punu me vete në atë drejten, së është pak problematike. Edhe për mu edhe për të tjerët është problematike. Po, ata që të njohin nga ofër, ta kuptojnë, ta respektojnë. Du të me t'i luon 5 minutat, mendoj, Po, gjithsesi. Kur po flasim për adoleshencën, edhe muzikën në të njëjtën kohë, pra mënyrës që shti e rritë muzikën prej e vogël, fakti që e ke marrë seriozisht edhe e ke dasht kaq shumë,
nuk t'ka trembë për me ju fut sfidave, garave, të kthej para 10 viteve në The Voice, ku tesh po m'duket, po m'kujtohet, ku po e flet temperamentin dhe nervozën, e di që nuk e ke pas një reagim fort mirë për rezultatin asaj kohë. Jam hyrë edhe këto ditë me kujtu pak video. Se bleru, se. Qysh kanë qenë pra pas kena? Se kanë kalu 10 vite tashmë ti, vajze pjekun, i din vlerat e tua. Pikërisht dolëm të kjo që sa po e thamë, se në moment reagon njëri me, ndoshta jo në mënyrën ma të njërë të mundshme, dhe do të paktën me punu me vetën që në disa momente me undale dhe me thonë okej, kjo është veç lojë edhe do të me qenë falenderus të që unë veç kom rri deri në këtë pikë që kom rri, me këshillat edhe me gjithë shka që nga kanë donë si mentor, si vocal coaches që i kemi pas atje, ka qenë një prej eksperiencave të mija matë mira dhe matë veçanta që i mboj mend kështu. Mirë, po ka qenë një gjohë shumë e madhe për me qenë si hap i par i madhi imin. Ndoshta të është dasht pak më shumë përvojë. Më dasht këgja më shumë përvojë. Dhe me thonë drejten, unë në The Voice e kam pa që kam diapazon shumë matë gjerë dhe matë mundësi shumë ma shumë se sa që komendu edhe... E ke pa potencialin të? Ma shumë se sa që komendu. A të ka bo, ajo përvoj me i pa ndryshe sot talent shows apo festivalet, që shishe sot, me ka shdite përvoj që ke? E di që se cili artist që paraqitet, ndoshta dikush ka shumë ma shumë potencial se sa që tregohet aty, emocionet janë jashtëzakonisht të mëdha, si me qene para herë, si me qene 10 herë, është gjithmonë është njëjtë. Edhe kur nuk mundesh ndoshta me tregu vetveten 100% se qysh je, edhe sidomos, pasi që këto e ke veç një mundësi, t'jepet mundësia për performancë dhe nuk mundesh mu kthyte sa herë te këtë ty. Nuk është studio ajo. Nuk është studio. Edhe dosh me di që dosh me mbledh krejt forsat edhe me dalë edhe me tregu veten ma të mirën që mundesh. 100% e që ju gjithmonë varet prej nesha, nga njëherë plot rrethana mujnë me na ndiku, plus që kur flasim për emocionet, askush mundet me menaxhu 100%. Këta duhet me pas parasysh se cili që merr hapin, biles kur i shoh shumë të vegjël që marrin pjesë në garat e tilla. Sa janë të bukura festivalet ose këto misionet garuse, më duket sikur demoralizohen edhe i thyen ëndrat. Është shumë e vërtet. Edhe është tash nuk di son prind nuk jam, mirë po mendoj që edhe prindri duhet me qenë shumë të kujdesshëm në momentin që e dërgojnë fëmijën me një lloj kompeticioni të tillë, sepse munden për gjithë, po mundet edhe me qenë shumë i mirë në shoqni që jetojmë edhe unë kohë timen, ka shumë që ndoshta fëmijë që ta kanë pak i natë edhe të bullizojnë edhe nëse je shumë i mirë, edhe ti hek dorë se të ka thonë një shoqe, një shok, diçka, edhe ti nuk mundesh me përballu si fëmija, është e vështirë. Edhe është mirë me i folë fëmis, jo, ti e maj mirë, ti ke me fitu, aten. Mendoj ashtu, se unë edhe vetë, kur kam qenë, se nuk të përgadit kur gja, për shatë live momentin me thonë që ti bjanë prej, për shambull prej garës. Gjithmonë flet veç për pritshmërit, je ma e mira, do ta fitosh, do ta kalosh. Edhe prej komenteve rreth, aden prej anash, ti e fiton, ti jema e se, kërkush nuk thot, jo, kjo është ma i mirë se te, apo kuptan, kërkush në sy nuk thot, edhe ti nuk je gjithmonë me komentet mira, dhe nuk e pret me thonë që nuk kalon, sot bjen prej garës, edhe unë në atë moment shumë keqë, edhe ka qenë live, edhe gjithmonë jam pak si... Kam një farë... Pishman për reagimin, a? Po. Jo, pse? Po dhe kam qenë shumë e re. Shumë e re, gjithë shka arsjetohet, edhe... 18 vjatë si kom fa. Bile unë e shoh shumë të bukur se ajo të regon sa shumë e ke dasht, sa shumë e ke dasht edhe sa fort ke punu për atë gjokë, kështu që unë e njerëzit që buha nervoz për punë, ata që i shoh nervoz me gjana që duken mu të kota, thëmë si kuptoj, ama bosh nervoz për punën, për impenjimin që ti e jep në një diçka, është totalisht të kuptushme se e ke prej zemrës, po të buron. Jo, sinqer, kështu e mendoj unë. Falem për popullorën ma heret edhe për këtë ndryshimin
që ka ardhur me rritjen tënde, me pjekunin tënde, edhe si vojzë, edhe si vokal, edhe si artiste. Kur ishte momenti ajo pika që ti the vetes, okay, unë do ta marr kthesen edhe do të nis se i du me i këndu këto këngë të pastrat mirëfillta muzikës shqipe që i kemi. Ndeshja ime me profesorin tim të dashur, Ilber Aslonaj, në fakultet edhe kur kam fillu me këndu në ensemble edhe në Oksigen. Edhe aty duke i po se profesori e mi dashur flet me shumë dashuri edhe me shumë pasion për muzikën tonë popullore edhe tu e ndëgjoj profesorin, e ndëgjoj këngëtarët për të cilin edhe këngëtarët për të cilët a i flet në vazhdimisht edhe e shoh që këngët e tona nuk janë aq të lehta nëse don me këndu në mënyrën se qysh janë këndu tamam. Për herë parë se sot me keqardhje po e them, se cili e ka mënyrën e vetë të kënduarit, mirë po deformohen shumë. Edhe mu nuk është që më pëlqen shumë kër e qet një kongë prej karakterit. Ajo kongë është bashtu, si që është bërë, nëse ti donë me kompozu diçka prej fillimit, urdhna dhe kompozo diçka prej fillimit. Të pak të nën me ndoj ashtu. Edhe sot dhe asaj dite, vazhdoj me u fokusu në detajet vogla të kongëve tonë, atë muzikës tonë, melizmave, të luleve, të bukra, se cili këngëtar normalisht që veçohet me melizmat e ti ose të saj, edhe dashuroj jashtëzakonisht shumë këtë muzikë. Pra, Ylberit, duhemi me i thonë faleminderit që na dhe mundësin me pa Majlindën edhe gjithë potencialin e saj që ka në zë. Faleminderit shumë, na vazhdojmë me punu, tash jam edhe në ensemble, profesori është drejtor artistik, edhe vazhdoj me qenë akoma në... Gjithmonë kam qef me qenë në luft me vetë-vetën sa i përket anës profesionale, kam të shirë me u zhvillu edhe me u bo verzion ma i mirë i vetë-vetës. Jam shumë kritike si për vetën, si për tjerët edhe mundona jashtëzakonisht mos me t'inglu e ashtë për ndonjëherë, mirë po në jam kritike edhe vetës, rrallë herë mundet me pëlqy edhe vetë-vetja kur ndëgjoj diçka me detaje. Mos u bën kaq e ashpër me veten. Ledatoje na i herë veten. Na i herë po, mirë po shumë i rolla. Për pos ansamblit Majlind, je aktive, po të them që rrjetet sociale sot na i kanë bërë gjithçka më të lehta, sikur kur dojmë shku diku me dëgju Majlindën, hym rrjetet sociale, shohim ku është. Je shumë aktive. Pra, përpos që më tregove që tash më je në një orar të plot në ensemble, i bie që edhe mbrëmje ti të jesh në punë. Qoftë me mbrëmje në për lokale ndryshme, qoftë me dasma të cilat më kanë thonë, se unë s'kam dëgjuar asnjëherë dasëm është fjala, se dasma më duket goxha një lloj provimi i rëndësishëm për këngëtarët e muzikës popullore. Është e vërtet, është shumë intenzive, edhe kërkun bot nuk këndohet si të na 3-4 orë. Vërtet. Me dush me qenë full energji, edhe sot pak, edhe kjo gjo, për shambull ma herët ka qenë shumë ndryshe, sot duhet me qenë energjia në maksimum në gjdo moment të dasmës për ndryshe nuk e bo kur gjo, edhe për mu është gabim se kemi këngë të bukra, të shtrime, të leta, kemi zhanër kemi zhanrët lojlojshme, po mendoj edhe këngë të bukra të zhanrëve të lojlojshme, të cilat mundemi me i këndu edhe njerëzit më knash me to, mirë po gjithmonë është dikush atë janë dasëm që ta banë. Ndroje. Pak të dojna me valzu, me gjithë se nuk... A i bjen krejt bara këngëtarit të dasmës në këtë rast, apo hynë punë edhe misafert, hynë punë edhe vetë energjia e qiftit? Gjithë shka është si puzzle. Pra se cili e ka rolin e vetë, është si puzzle, po kur të bëhen të gjitha bashkë, atër bëhet diçka e bukur, unë insistoj edhe të qiftet, gjithmonë që sa të munden, mos me undal, me buzëqesh sa ma shumë, se shumë prej qiftit varet energjia e mysafirve, normal edhe prej familjarve. Të gjitha janë nga pak, normalisht që barë të madhe kemi, ajo dihet, mirë po, ne jemi në një farë mënyrë të njëjtit në çdo dasëm, edhe veç dasmorët në ndrojnë. Edhe një dasëm mundet me qenë jashtëzakonisht shumë mirë atmosfera, në ndonjë tjetër për arsye të ndryshme,
mundet mos me u bo mas mirë në botë, mirë po ne mundohemi me dhonë maksimumin gjithmonë. Bile, Arbrin mas pare kom taku me një dasëm. Apo? Arbër, s'po kalzën që po shkon dasma? Jo, ka qenë musafer, apo Arbër? A musafer, të menova. Ka qenë musafer, i ka njoftë, më duket qiftin, dikon familjes edhe vish ka orë, ka thonë a mujone. Kam qef mi knu aten, normalisht që kishë bisedu paraprakisht me familje, me qiftin edhe... Edhe me thonë të drejtën shumë u pata befasu se kur flet Arbri nuk është se t'inglën si kur këndon, edhe u pata që dit me thonë drejtën Arbri, edhe më pëlqen prej atër. Shumë faleminderit, e që më shumë Alind. Njëjta është për ty, sidomos me kongën Bohem, është kreve për sidomos finesat. Faleminderit shumë, ua pas në arru. Po se ta pash reagimin. Ua, faleminderit shumë. Arbri pas ka pas fatin me të dëgju në dasëm. Dëri shtash më duket ke pas eksperienca krejt të mira në dasma, ku po flasim. Me thonë të drejtën po, nuk ka ndodhur njëherë me ardhi kusht edhe me thonë që me ullë në fund dasmës edhe mos me thonë halal, se na jemi jashtëzakonisht kënaqur. Edhe ajo është qelsi, edhe për mu gjithë lodhja, për moment kështu është duket. Momentin që dikush thot, adin halal, ta zgjat dorën edhe... Ska gja ma mira, se fundja për që ata jepat krejt energjia dhe puna. A ka një kong, Majlin, që mendon që duhet me unal, mos me këndu mu në përdasma, se vish nuk ka sens? Ka disa kong, ka dhe balada që këndohen, mirë po, shumica janë se kërkohen prej dasmorve, nuk është se ti këndon me... Mirë, po ka dhe shumë, ka dhe kongë të tjera, të cilat këndohen tash për hir të atmosferës, kongë të cilën e din që e këndojnë të gjithë, edhe në një farë mënyrë m'ja u bo qefin se na, për shembull, më me këndu kongë, unë edhe plot të tjerë, mund me këndu kongë të vjetra, të shtrime, mirë po, të gjithë të shikojnë pak si me qudi dhe thojnë, okej, mjafton, se na kemi arë me valzu edhe me këndu, nuk kemi ardhë me të ndëgju ty në koncert solistik në një farë mënyre. Po, për shembull, unë ndonjëherë mendoj që disa kongë që ju këndohen për shembull herojve, gjë që nuk jam kundër as pak, mirë po ndonjëherë duke qenë të dehur edhe në një gjendje jo fort vetvetja, nuk këndohen, edhe nuk thehet, edhe nuk... është më shumë fest, se sa nuk e di ndoshta po gaboj, po... Ju ke të drejtë, se ne fatkeqësisht kemi plot raste ku në momente gazmore janë kthyer në tragjedi pikërisht për shkak të këtij limitit që nuk e ka njohur se si festohet. Sot për sot po kërkojnë, sikur që tregojnë mas lufte që kanë kërkuar me u këndu partitë të ndryshme, dhe sot kanë fillu kohët e fundit këto që i patëm këto eventet me u kërku kësi loj kongsh, unë për vete e kam një stop, sepse nuk kam dëshirë me u këthy... Ne u identifikua se me u këthy në fushat për asë një subjekt politik, shumë e drejt kjo. A ka raste, ose a të duke në njëherë që disa këngëtar, me atë sa ke po, tentojnë, ose ndoshta edhe nuk tentojnë, ajo ndodhë pa dashje, po sigur e marrin edhe vëmendjen e qiftit. Mund dhim se shumë qiftin në qato raste? Pa i ka... Mirë po tash zgjidhja e gjithë se celit. Sikur e dasmorit që e thret një këngëtar që e din që mundet me ta marrë vëmendjen, mirë po është qefi, është dëshira, është dikush edhe e zgjidh pikërisht atë këngëtar, shkaku që me u bo dasma ma viral, tash të themi se... Po, e vërtet, se po shpërndahen me ndej si klipe në rrjetet sociale dhe... Falje se më kam ditë pullë. Kamerak. Prej grifit. Po të kuptoj plotësisht. E të mërshme. Mirë po, se cili me një farë mënyrë e mod veten para se me ndodhë diçka e tillë, edhe mendoj që... E kalkuloj, nuk është se ndodhë dhe krejt rastës. Nuk është se ndodhë krejt, nuk ma merë mendja, dhe kryesore është me u knaq në dasë, mos me i mendu këto, mos me i mendu edhe shumë këto gjana, se ka pas shumë që më kanë thonë, o nuk e këshaftu X këngëtaren, se pikrisht për këtë arsye, mu kish pish disponimi mu sinuse, nëse këngëtara i shduk shumë ma bukur se sa unë sinuse që dukem, për shembull. Bile kjo të unë kanë diku vitin që shkoj, mos me u
vesh shumë ekstravagante, jam mundu në elegancë, një lloj elegance Si për herë ke qenë elegante, po mirë po jo shumë ekstravagante, apo kuptan? Elegancë, mirë po jo shumë ekstra që m'ja kalu dikuj që ka ardhë në dasëm me u duke se... ku e di, unë kam ardhë me këndu. Janë ta limitet të etikës që duhe me krejt me ju përmbajt. Nëse të gjithë ne, kur e kemi pa kohën e lirë, duhe me dalë me shoqni, me dëgju muzikë dhe me bo naj party, puna jote është vet ajo. Qysh relaksohet Majlinda, qyshe që fola ma herët për ledhativin e vetës, qyshe shpërblen vetën, në qëfar forme, ku janë ato momentet ose, po them, atrakcionet që ti i bën kur je në pauzë prej... Për shambull, rrethi im, motra ime së pare, se përmendin çdo intervistë ka ma marri natin edhe najdet, ajo mu ma merri natin, se unë nuk kam dëshirë me shku diku ku ka muzikë live nëse i një persona që bëjnë muzikë. Nuk është se unë nuk kam dëshirë me shku. Mirë po është një farë, dikush mundet me mendu, është një farë vije shumë e hollë, që ndonë, dikush mundet me mendu që kjo ka arë se po ka qef sigurisht me këndu, edhe do të me ftu gjithsesi me këndu. Edhe nuk të besojnë, kur thojnë, lutna mos të më thërë se unë kom ardhë veç mu knaq, nuk kom ardhë sot me punu, kom ardhë thjesht me pi një gotë. Aden më konë qef me... Edhe ma marrin një natin që pëse ti vazhdimisht thu s'po du me dalë. Edhe ndoshta mënyra ime ka njerë shumë më mdilet. Kam qef shumë me dalë. Sa që a kësha dalë sot me ngu muzikë. Po është... Dush me qenë... Pasho nuk po them, so ndoshta nuk jam top figur që më njeh gjithë se cili që më shem e një lokal, mirë po dikush të njeh edhe dush me qenë dush me usil mas mirë të mund shem, on my best behavior, nështë ta shqip, taman. Po, qartë. Je personalitet publik edhe fakti që je njerëzit të shohin ndryshe dhe ti duhet të rish në ato kualizat e tua për respektin për publikun edhe për vetën. Edhe për vetën, gjithsesi. Ti më kupton besoj në këtë pjesë. Plotësisht. Edhe është pak e vështirë, edhe mas mirë t'i kaloj kur dal jashtë vendit. Edhe di, kam qef me shetit, më pëlqen me shetit, mirë po, tash për tash, pe kam pak të vështirë me thonë të drejtën, se edhe nëse punon gjithë javën edhe një vikend e kej edhe mundosh edhe ato me shfridzu, ma shumë lodhesh se sa që pushon. Mirë po, kam dëshirë me shetit, ndoshta ajo është ma e mira, trajtimi më i mirë që hobi kështu. Po, vetës. E di që u tënë shumë edhe mirë bënë, po tash e pas ke pak ma të lash, po mos haro me gjithë prap kohën për vetën. Ashe që pas këm pas shumë nevoj me u pom, kanë vetë edhe plot pyetje tjera që kësha dasht me, ose tema tjera që kësha dasht me i folë me ty, se je prej aty në artisteve që mundesh me folë qka do, edhe gjithmonë e hapun për me thonë mendimin e saj. Po më thonë që koham ka ikë, faleminderit shumë që je dhe u knoqa shumë. Faleminderit ty, onë së shpeti besoj do t'i lansoj edhe disa kongë. I kam të gashme mirë, bro më kam betë në studio kështu. Kur do që t'i lansoj kongë. Janë të reja, të pa dëgjuara? Janë të pa dëgjuara. Okej. Ky po që qenë ka mirë që ma përmende se tash që kom edhe plot pytje, po... Një lajmërohem. Okej, super. Gjithsesi shihem. Të dalim për një herë, apo se cila kohën e vetë? Besoj se cila nuk kohën e vetë. Okej, bukur. Pra, një arsye ma shumë për me u pa prapë. Pa tjetër, gjithsesi. Premtim publik kjo. Faleminderit shumë që mirë dhe dashur. Ishte kënaqësi. Veç kputemi veç pak për marketing, kthehem në pjesë të dytë pastaj.